Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi me vazhdimin e përmendjes së haditheve nga profeti sallallahu alaihi wasallam që vërtetojnë se Allahu i lartësuar do të shihet nga besimtarët dhe se shikimi i tij është begatia dhe bukuria më e madhe që ata kanë parë dhe janë begatuar ndonjëherë, më e madhe dhe se vetë xheneti. Dhe autori i librit Ibnul Qayyim, Allahu mëshiroft, thot, ndërsa për sa i përket hadithit të Xherir ibn Abdillah al-Bajaliut radhiyallahu ta'ala anhuma, që përcillet në dy sahihet, pra të Buhariu dhe Muslimi, tregon dhe thot se ishim duke qëndruar ulur bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai e shikoi hënën natën e 14, pra ishte natë, mbrëmje në këtë moment, dhe pa hënën, dhe hëna në natën e 14 është hënë e plot, është hënë e madhe e plot. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ju me të vërtet do ta shihni Zotin tuaj qartë, ashtu siç e shihni këtë hënë. Nuk do të keni vështirësi për ta parë atë. Prandaj, nëse mundeni të mos humbni namazin para lindjes së diellit, që është sabahu, dhe para perëndimit të tij që është ikindia, atëherë bëjeni këtë. Dhe lexojmë pas fjalën e Allahut të lartësuar, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Prandaj lartësoje me lavdërim Zotin tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij. Ky është hadithi. Pra, në këtë hadith tregohet qartë që besimtarët do ta shohin Allahun e lartësuar. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, ju me të vërtetë do ta shihni Zotin tuaj qartë. Ju me të vërtetë do ta shihni Zotin tuaj qartë. Pra ky është një tjetër argument nga argumentat e shumta që kemi përmendur, pra që përmend autori, që vërtetojnë qartë pas një më dyshje se besimtarët do ta shohin Zotin e tyre. Dhe solli një shembull profeti alayhi salatu wasalam. Dhe shembulli nuk ka të bëjë me si do të jetë Allahu, pamja e Allahut, jo. Por mënyra se si do ta shohin besimtarët, pra me çfarë lehtësie. Ashtu siç e shohin hënën lehtë, kudo që të jenë, pa që nevoja të shtyjnë njëri tjetrin për të ngushtuar njëri tjetrin për të parë hënën, s'është nevoja. Në këtu të tjerët atje matan, të tjerat në një vend më lart se ne, të gjitha shohim hënën. Dhe në atë ditë kur do të shohin Allahun Azza wa Jall, do të jenë në pozita shumë të lehta për ta parë. Pra askush nuk do të ndjehet i detyruar të shtyjë dikën tjetër, të ngushtojë dikën tjetër për të parë Allahun. Jo. Do të jetë shumë e lirshme pamja e tij. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, prandaj dhe këshilloi për ruajtjen dhe mos humbjen e dy namazeve të rëndësishme, dhe i përmendi namazin sabah dhe atë të ikindis, dhe u argumentua për to me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Thot më pas autori, dhe ky hadith është transmetuar nga Ismail ibn Abi Khalid dhe një numër të madh transmetuesish, dhe i përmend numri i tyre është mbi 90. I përmend me emra. Mbi 90 transmetues, gjë që tregon numri i tyre transmetuesve të mëdhenj tregon në njohjen e këtij hadithi tek selefët. Dhe si rrjedhoi edhe faktin që ata e dinin, e besonin, bindshëm se Allahu subhanahu wa taala do të shihet nga besimtarët. Dhe të gjithë kanë transmetuar hadithin me kuptimin, me të vërtetë do ta shihni Zotin tuaj ashtu siç e shihni këtë hënë. Pra lirshëm. Qartë. Dhe ndërsa Abu Shihab al-Khayyat ka thënë, do ta shihni Zotin tuaj me sy të hapur. Pra me sy tuaj do ta shihni Allahun subhanahu wa taala. Pra lirshëm. Shikimi drejt për drejt. Do të jetë shikimi drejt për drejt.
me sy tuaj. Dhe thot më pas autori, të gjithë kanë dëshmuar për saktësinë e transmetimit të Ismail ibn Abi Khalid, dhe ky dëshmon për Qaisin, Qaisi dëshmon për Xheririn, pra që janë transmetues, duke ardhur deri te profeti sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Xehmijet, Faraonët, Rafidat, Karamitat, Batinijet, pasuesit e Sabiinëve, Mejusët, pasuesit e Grekëve, kanë deklaruar për kufrin e atij që e beson këtë hadith. Ata që e mohojnë shitimin e Allahut Azza wa Jall, çfarë thon për ata që e besojnë? Janë kafira, thon. Ndërkohë që argumentet janë shumë të qarta. Fillimisht përmendëm ajetet. Tani jemi duke përmendur një numër të madh hadithesh. Pra dhe në vend që ti binden, ti nështrohen argumentit, por çfarë bëjnë? E mohojnë atë. Pse e mohojnë? Sepse i japin përparësi logjikës së tyre kundrejt shpalljes, ajetit dhe hadithit. Çfarë thonë? Logjika jo nuk e pranon diçka të tillë, sepse po ta pranojmë thonë, i bie që e kemi trupzuar apo e kemi përngjasuar Allahun. Jo, s'ka një gjë për të përngjasuar Allahun. Ai që e tregoi këtë gjë është vetë Allahu subhanahu wa taala për veten e tij. A mos bëri e përngjasim të vetes me të tjerë kur na tha këtë gjë? Dhe ai që na tha tjetër të gjë është më i dituri për Zotin e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A kur ai na tha këtë gjë mos bëri përngjasim të Zotit të tij? Kurse si. Por ne besojmë të gjë. Dhe se Allahu subhanahu wa taala është në atë mënyrë që i takon madhështisë së tij, asgjë nuk është si ai, asgjë nuk është e barabartë me të, asgjë nuk është e ngjashme me të. Nuk ka shëmbëlltyr për të, nuk ka krahasim për të. Dhe ne do ta shohim atë. Subhanahu wa taala. Por Allahu i madhëruar, thot autori, është mbrojtës i librit të tij, edhe i sunnetit të dërguarit të tij, edhe pse pa besimtarët e urrejnë këtë gjë. Dërsa përsa i përket hadithit të Suhejb ibn Sinan e Rumit, sahabi të profetit sallallahu alaihi wasallam, atë ka transmetuar Imam Muslimi, pra po na sjell një hadith tjetër që dëshmon për faktin që Allah subhanahu wa taala do të shihet. E transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur banorët e xhenetit të hyjnë në xhenet, Allahu i lartësuar u thot, dëshironi ndonjë gjë tjetër që t'ju ashtoj? Ata thonë, a nuk i zbardhe fytyrat tona, a nuk na ke futur në xhenet dhe na ke shpëtuar nga zjarri? Pra çfarë mund të ketë tjetër përveç saj mirësie? Shpëtuam për gjithmonë nga zjarri, hyjmë në xhenet për gjithmonë. Çfarë mirësie mund të ketë tjetër përveç saj? Allahu subhanahu wa taala thot profetit sallallahu alaihi wasallam, zbulon mbulesën, hijabin, perden e tij, dhe ata nuk ndjejnë dhe nuk marrin asgjë më të dashur për ta se sa shikimin e Zotit të tyre. Se sa shikimin e Zotit të tyre. Pra do ta shohin. Kush e tha këtë gjë? Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe lexojmë pas profetit sallallahu alaihi wasallam ajetin kuranor, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ata të cilët bën vepra të mira do të kenë husna, dhe komentimi i saj nga dietarët është xheneti dhe shtesë, dhe më tepër, çfarë është më tepër? Shikimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Ibn Qayyim rahimahullah, ky është një hadith që e kanë transmetuar imamët e njohur në Hamad ibn Salama dhe kanë pranuar këtë gjë nga profeti sallallahu alaihi wasallam me besim dhe bindje, pra pas një mëndyshje, pas një hezitim. Dërsa përse i përket hadithit të Abdullah ibn Mas'ud, ngjojeni mirë të hadith të mrekullueshëm, të mahnit. Atë ka transmetuar Tabaraniu dhe përmend zinxhirin se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i mbledh të parët dhe të fundit në një vend të caktuar, në të cilin qëndrojnë në këmbë për 40 vite. Qëndrojnë aty, në atë vend, për 40 vite.
me sytë ngritur nga qielli, duke pritur gjykimin e Allahut, pra që të filloj gjykimi, janë në ditën e Kiametit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pas tha, dhe zbret Allahu i lartësuar në hije të reve nga arshi i tij për të kursiji i tij. Arshi është froni i Allahut. Kursiji, komenton Ibn Abbas me zinxhira të saktë transmetimi, është vendi ku ve këmbët e nderuara të tij Allahu i lartësuar. Pra Zoti ynë besojmë se nga cilësitë e tij është që ka këmbë, në atë mënyrë që i takojnë madhështisë së tij. Nuk i përngjasojmë, nuk i shëmbëllejmë me këmbët e dikujt prej krijesave, sa do të bukura të jenë ato, sa do të fuqishme të jenë ato. Këmbët e Allahut të lartësuar janë të përkryera madhështore, të mëdha, sepse ai është Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Dhe zbret në atë mënyrë që i takon madhështisë së tij. Kjo është një tjetër cilësi e Allahut, vepruese, pra veprore. Zbret kur ai dëshiron. Dhe thot, o njerëz, Allahu i lartësuar i drejtohet. A nuk jeni të kënaqur me Zotin tuaj, i cili ju krijoi, ju furnizoi, ju urdhëroi të adhuroni vetëm atë, dhe të mos i shoqëroni askënd, që tani t'u adërzoj çdo populli atë që ata kanë dashur dhe adhuruar në dynja. E qartë? Ata, a nuk është kjo drejtësi nga Zoti juaj? Pra që ju të shkoni dhe të ndihni ata që keni adhuru. Ata thonë, po, do të thonë. Pastaj tha profeti sallallahu alaihi wasallam, se cili popull shkon drejt atyre që adhuronte në këtë botë, niset për tek ata. Mblidhen tek ata. Disa shkojnë drejt diellit, disa drejt hënës, të tjerë drejt idhujve, prej guri apo gjërave të tjera që adhuronin. Për ata që adhuronin Isain alayhi salam, Jezusin, që i thot një pjesë, do të shfaqet në një shejtan në formën e Isait. Dhe për ata që adhuronin Uzeirin nga Ben Israilët, do të shfaqet një shejtan në formën e Uzeirit. Pse do të shfaqet një shejtan dhe zojnë vetë ata? Sepse ata ishin pejgamber, njerëz të mirë. Nuk i urdhëruan ata njerëzit që t'i adhuronin në vend të Allahut, kurse si. Prandaj nuk ka pse të mblidhen dhe të qëndrojnë me idhujtarët. Por Allah subhanahu wa taala një shejtan e shëmbëllen në formën e këtyre dy personave të nderuar dhe ata i ndjekin. Ndërsa dhe mbetet në fund Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ummeti i tij. Zoti i lartësuar u vjen atyre dhe u thot: pse nuk u larguat siç u nisën, siç bën dhe njerëzit e tjerë, pra që shkuan gjithsecili. Ata thonë, ne kemi një Zot, por nuk e kemi parë ende. Deri në ato momente se kam parë Allahu subhanahu wa taala. Dhe ndërmjet nesh Allahu thot: a do ta njihni nëse e shihni? Ata thonë, ndërmjet nesh dhe ti ka një shenjë, kur ta shohim do ta njohim. Allahu thot, cila është ajo shenjë? Ata thonë, ai do të na zbuloj saqun. Saq në gjuhën arabe, në kuptimin e përgjithshëm, përfshin tërë këmbën, nga fillimi i saj, pjesës poshtme deri në fund. Kurse në shkencën e anatomisë ka për qëllim kërcirin dhe poshtë, dhe pjesën e poshtme të këmbës, me shputën dhe kurrizin e këmbës. Por kur themi saq të pjesë për atë këmbës, për Allahun Azza wa Jall, po themi për Allahun, nuk duhet të shkojë në mendjet tona, të çojmë në mendjet tona ato që njohim ne nga trupi jon apo i dikujt tjetër për krijesave. Ja, këtu po flitet për Allahun. Lej se kemi thlishe, asgjë nuk është si ai.
Asgjë nuk është si ai, pra ti maj mendjet të pastra, Në kjo gjë. Atëherë Allahu zbulon sakun e tij për këtë që përmendëm. Dhe ata bien në sejdë, e njohin. I bien në sejdë Allahut. Por disa njerëz shpinat e tyre janë bërë si brirët e lopëve. Ata përpiqen të bëjnë sejdë, por nuk munden. Kush janë ta? Munafiqët, hipokritët, të cilët kur u larguan umetet e tjera me atë që adhuronin, ta mbetën me besimtarët. Pse deri në ato momente janë me besimtarët? Sepse u hoqën si besimtarë. Por Allah do t'i dalloj njërin nga tjetri. Dhe do ta nxjerrë, do ta zbuloj kufrin e tyre. Kur muslimanët të bëjnë sejdë se e njohën Allahun, menjëherë bëjnë sejdë, dhe ta që si në dynja imitojnë muslimanët, do të kërkojnë të imitojnë edhe këtu, por s'munden më. Sepse kurrizi i tyre është bërë si brirët, si briri, në ç'kuptim si briri? Briri si është? Jo, kuptimi është material që i fortë që nuk përthyet, nuk përkulet, si shpina e njeriu që përkulet, e përkul dhe më shumë, në grada të ndryshme e përkul. Prandaj bien në sejdë besimtarët, kurse shpinat e tyre Allahu janë ngurtëson, nuk bien dot. Nuk munden të bien në sejdë. Kjo thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sepse më parë u ftuan të bëjnë sejdë Allahut kur ishin të shëndetshëm, pra ta bënin me sinqeritet, me besim, por ata nuk e bën. Pastaj u thuat besimtarëve që janë në sejdë, ngrini kokrat tuaja. Ata i ngrenë kokrat dhe u jepet drita sipas veprave të tyre. Disa marrin dritë sa një mal i madh që ecën përpara tyre, pra u ndriçohet. Gjitha e dritë e madhe para dhe ecin ta, duke ndjekur dritën. Disa më pak, ndonjë sa një palm, sa një pemë në dorën diçka më të vogël në dorën e djathtë. E mban këtë dritë në dorën e djathtë, pra si punqiriu apo si diçka dritë që ndriçon. Derisa i fundit nga njerëzit që do të marrë dritë është dikush që e ka vetëm në gishin e këmbës. E ka vetëm në gishin e këmbës, e cila ndriçon her pas here, pra ndizet fikret. Kur ndriçon ai ecën, kur fikret ai ndalon, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu i lartësuar ecën përpara tyre dhe i udhëheq deri tek zjarri. Mbi të është ura e Siratit, pra deri tek ura e Siratit që ndodhet mbi zjarr. Dhe u thuat, kaloni pranë Sirat, ecni tash. Momente, Allahu na ruaj. Ata kalojnë sipas dritës së tyre, disa kalojnë me shpejtësi sa hap mbyllja e syve, paf. E kalojnë Siratin. Nën të cilin është xhehenemi. Shpëtojnë. Që sa bukur, sa mirë shpëtojnë. Se ndjen fare. Sa hapën mbyll syt. Disa si vetëtima, si rufeja, dhe ajo është shpejt. Disa si era apo reja, disa si një yll që bie me shpejtësi. Disa si kali i shpejt që vrapon, disa si karvani që ecën, ky diçka më ngadal. Derisa arrin ai që dishet drejt vetëm në gishin e këmbës. I vjen radha artit tani për të kaluar kjo ura e Siratit. Ai kërruset dhe ecën zvar me duar, me këmbë dhe me fytyrë. Njëra dorë zvarritet, tjetra ngjitet, njëra këmbë zvarritet, tjetra ngjitet. Anët e trupit i preken nga zjarri, sepse ecja e tij është ngadalë, e mundimshme. Bie mbahet me një dorë, ngjitet prap. Bie mbahet me një këmbë, i bie një këmbë, ngjitet prap. Në këtë mënyrë, jo se bie krejtësisht nga ura, po zvar. Prandaj zjarri ja kap anët e trupit. Ja kap ti. Allahu na ruaj. Dhe nuk ndalon derisa arrin në fund dhe shpëton. Si të ndaloj, të përjetoj zjarrin e xhenemit. Ecën. Dhe kur shpëton dhe ndalon, pra që arriti fundin, thot, falënderimi i qoftë Allahut, i cili më shpëtoi nga zjarri pasi e pash atë. E pa dhe ndjell.
Dhe më ka dhënë diçka që nuk e ka dhënë asnjë tjetër. Kështu mendon ky. Jo se të tjerë përpara ti ka lund. Allahu akbar. Ai fundit, ha. Pastaj ai dërgohet tek një lum pranë portës së xhenetit. Aty lahet dhe merr aromën dhe pamjen e banorëve të xhenetit. Pse? Sepse u pret nga zjarri ky njeri në anët e trupit. Prandaj lahet që të ripërtërihet trupi, pjesët e dëmtuara sigurisht janë ndjerur kur më parë dhe zbukurohet gjithashtu. Dhe parfumoset nga ky lum, nga ky ujë, duke marrë pamjen dhe aromën e banorëve të xhenetit. Dhe ai sheh nga porta e xhenetit, akoma s'ka hyrë, atë që ka brenda në xhenet. Dhe thot, o Zot, më fut në xhenet. Allahu i madhëruar i thot, apo kërkon xhenetin ndërkohë që të shpëtova nga zjarri? Ai thot, o Zot, vër një perde midis meje dhe zjarrit, që të mos e dëgjoj më zhurmën e tij. Dhe flaka ka zhurmë. Allahu na ruaj. Dhe Allahu e fut në xhenet. Dhe kur ai hyn në xhenet, sheh një banesë, një kështjell të lartë, madhështore, dhe thot, o Zot, ma jep mua atë kështjell. Allahu i thot, po nëse ta jap, a do të kërkosh më shumë? A i thot, jo për madhërinë tënde, nuk do të kërkoj tjetër. Cila kështjell mund të jetë më e mirë se kjo? Nuk ka, shumë e ndonej. Allahu ja jep atë dhe ai hyn atë. Dhe kur hyn sheh një tjetër kështjell, edhe më të bukur, më të madhe, më të mrekullueshme se ajo. Dhe thot, o Zot, ma jep atë kështjell. Allahu i lartësuar i thot, a do të kërkosh tjetër nëse ta jap këtë? A i thot, jo për madhërinë tënde, nuk do të kërkoj më. E cila kështjell mund të jetë më e mirë se kjo? Atëherë Allahu ja jep dhe ai hyn në të. Dhe këtu kemi pauzë. Dhe Allahu i lartësuar i thot, pauzë nga ky njeri, heshje nga ky njeri. Përse nuk përkërkon më? Allahu i thot robit i, pse s'përkërkon më? A i thot, dhe Allahu e di shumë mirë, por bëhet në këtë mënyrë që të merret vesh nga ne. O Zot, tashmë të kam kërkuar aq shumë sa më vjen turp, dhe kam bërë aq prej betime, dhe kam bërë aq shumë betime sa më vjen turp. Allahu i lartësuar i thot, a je i kënaqur nëse të jap sa bota, që nga dita që e krijova, e deri kur e shkatërrova atë. Dhe 10 herë më shumë se aja. Allahu akbar. Po flasim për robin e fundit që hyn në xhenet. Pra që nga dita e parë që e ka kriju Allah dynjan, e deri kur e shkatërroi atë, çfarë mrekullish ka kriju në të, çfarë ka pas në të. Por edhe 10 fish sa aja. A i thot, apo talësh me mua dhe ti e Zoti i madhështisë? Mahnitët. Se që i duket, mua, kjo gjë? Dhe Allahu i lartësuar qesh me fjalën e këtij njeriu. Qesh në atë mënyrë që i takon madhështisë së tij. Dhe ne besojmë se nga cilësitë e Zotit tonë është që qesh në atë mënyrë që i takon madhështisë së tij. Dhe Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala nuk thot, e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që kur e tregonte këtë pjesë, qeshte dhe ai, aq shumë saqë i duleshin dhëmbët e pasme, dhëmballët. Dhe një burr i tha Ibn Mas'udit, o Abu Abdurrahman, kunja e prash Ibn Mas'udit, dhe unë të kam dëgjuar të disa herë duke e treguar të hadith dhe gjithmonë qesh kur arrin dhe ti të kjo pjesë. Ibn Mas'udi tha, po, sepse kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që sa herë tregonte të hadith dhe arrinte në këtë pjesë, qeshte aq shumë sa i duleshin dhëmballët. Dhe vazhdon hadithi tani prap, vazhdon. Dhe Zoti i Madhërisëm thot, jo, nuk po tallen.
Pra, cila ishte pjesa e fundit e hadithit që tha, apo talësh me mua, të mjapësh 10 fishin e dynjas, dhe ti je Zoti i madhështisë. Jo, thot Allahu i lartësuar, nuk po tallem, por un jam në gjendje ta bëj këtë, prandaj kërko. Ai thot, o Zot, më bashko me njerëzit e tjerë. Shko, i thot Allahu i lartësuar, bashkohu me ta. Ai niset me hapa të shpejtë. Aty ku është në xhennet, pra niset. Kur afrohet te njerëzit, i ngrihet një pallat prej margaritari. Pallat. Pra dy banesë madhështore. Dhe ai bie në sejdë, i thuhet, ngrihu, pse re në sejdë, çfarë ke? Ai thot, më shfaqur Zoti im. Çu mendoi? Nga bukuria e madhe që pa. I thuhet, jo, kjo është vetëm një kështjellë, kjo është vetëm një kështjellë jote, pra është kështjella jote kjo gjë. Pastaj dhe përpara një burr dhe ai bëhet gati për sejdë, i thuhet, qetësohu, çfarë ke? Ai thot, mendova se je një melek. Pra normalisht sejdën jo në formë adhurimi për melekun, por nga mahnitja e shpërblimit që po jep Allahu dhe bën për Allahun. Jo, e thot ai, un jam vetëm një shërbëtor prej shërbëtorëve të tu. Në urdhrin tim janë 1000 shërbëtor të tjerë, të gjithë në të njëjtin nivel si unë. Pra ky ka të shërbëtorin ty i fundit që në xhenet. Dhe ty shërbëtori në komandën e tij ka 1000 shërbëtor të tjerë për këtë njeri. Pra ushtri me shërbëtor. Pastaj e shoqëron derisa i hapet pallati. Ky pallat që pa, i hapet porta e tij. I cili është i ndërtuar prej një margaritari të zbrazët, pra në kuptimi i tërë është margaritar. Pra si me marrë një gur të çmuar në përmasa gjigande i tëri, dhe brenda është i zbrazët, të bosh, sepse do jetoj aty brenda. Çatit, dyert, bravët, çelësat janë të gjitha prej këtij materiali, margaritari. Bën fjalë margaritari xheneti vëllezër, jo dynjaje. Ngjashmëria është vetëm në emër. Allahu akbar. Dhe kur hyn brenda sheh të stolisur në ngjyrë jeshile e veshur me turkuqe. Pra, tjetër gjë nga brenda tani, stolisja e ambientit brenda. Jeshile e veshur me turkuqe, Allahu ala. Ku çdo dhomë e tij të çon në një dhomë tjetër me ngjyrë ndryshe. Me ngjyrë ndryshe. Dhe në secilën dhomë ka kënaqësi bashorte dhe shërbëtore. Plot dhomët. Me çfarë detaj? Me çdo lloj kënaqësie që ai do ta shijojë dhe do ta përjetojë. Dhe më e thjeshta prej tyre është një hyrie me sy të mëdhenj, dhe syri i madh është bukuri, e veshur me 70 robe, petka. Bukuri mbas bukurie, të njëra robe, ngjyra mbas ngjyra, të bukura njëra pas tjetrës. Dhe shikimi dhe arrin ta shohësh atë përtej të tyre robave. Dhe ai shikon palcën e këmbës përmes robave. E sheh edhe brendësinë, bukurinë e brendshme të saj. Ndoshta në dynja mund duhet diçka si jo tërhese, por bëhet fjalë për xhenet. Xheneti është shumë tërhese kjo gjë. Në xhenet është shumë tërhese, sepse në çdo detaj hyriet e xhenetit janë të mrekullueshme. Prandaj të shohësh palcën e këmbëve të tyre është begati. Zemra e saj është pasqyra e tij dhe zemra e tij është pasqyra e saj. Pasqyrë. Kur ai largohet prej saj dhe ajo prej tij, ai e ndjen se është bërë edhe më e bukur se më parë, 70 herë më shumë. Pra i shtuar bukuria 70 fish. Dhe ajo ishte shumë e bukur edhe përpara saj. Dhe i thot,
betohem me Allahun, u bërë më bukur për sytë e mi 70 herë më shumë. Dhe ajo i thot, edhe unë betohem me Allahun, edhe ti u bërë për mua më i dashur 70 herë më shumë. I thuhet, shiko, i thuhet i njeriu. Ai shikon dhe i thuhet, mbretëria jote shtrihet sa një rrugëtim për 100 vjetësh. Dhe syri yt e kap të gjithën, e përfshin të gjithën. Pra, ty ka prona sa të eci 100 vjet. Dhe shë të gjithën me sy. La ilaha illallah. Jemi me njeriu në fundit që hyn në xhenet, ë? La ilaha illallah. Qa bajmë akoma në dynja e vlezër. La ilaha illallah. Në këtë çast, Umari radiallahu ta'ala anhu, që po e dëgjon këtë hadith, i tha Ka'bit, sahabi tjetër profetit sallallahu alaihi wasallam, o Ka'b, a nuk po e dëgjon çfarë po tregon Ibn Mesudi, pra u mahnit. Për banorin më të ulët të xhenetit, me gradë më të ulët në xhenet. Ai pasra gjithë të mrekulli. Ai thot, edhe thot, për banorin me gradë më të ulën në xhenet, po si do të jenë ata që janë më lartë se ky? Për çfarë mund të jenë ata më lartë se ky? Ka'bi radiallahu anhu i tha, o komandanti besimtarve, prijesi besimtarve, në xhenet ka atë që asnjë sy nuk e ka parë, asnjë vesh nuk e ka dëgjuar, asnjë zemër nuk e ka ndjerë, nuk e ka imagjinuar më parë. Allahu i madhëruar, vazhdon Ka'bi, krijoi një banesë në xhenet dhe vendosi në të çfarë të donte prej kënaqësive, nga bashortet, frutat, pijet, dhe pastaj e mbylli atë banesë plotësisht, në mënyrë që askush nga krijesat e tij nuk e ka parë. Pra shumë e mrekullueshme, dhe Allahu subhanahu wa taala e mbylli. Askush s'e ka parë. As Xhibrili dhe as ndonjë melek tjetër. Dhe lexoj fjalën e Allahut subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Askush nuk e di se çfarë gëzimesh i janë fshehur për ta, si shpërblim për atë që kanë punuar. Pastaj Ka'bi vazhdon dhe thot, ai që libri i tij është në Ilijin. Ilijin komentohet si regjistri ku shënohen veprat e vepërmirëve. Por përmendet, komentohet edhe si vendi ku është libri i vepërmirëve. Pra, kuptimi gradë e lartë. Ai që libri i tij është në Ilijin, do të banojë në atë banesë që askush nuk e ka parë, për atë që përmendi më parë. Madje njeriu nga banorët nga e Ilijinit, pra që i përket tyre, del dhe ecën në mbretërinë e tij në xhenet, shëtit. Në mbretërinë e tij në xhenet. Dhe nuk mbetet asnjë çadër në xhenet pa hyrë në të drita e fytyrës së tij, nga bukuria e madhe që ka ky njeri. Subhanallah. Rrezaton. Hyn edhe në ambientet e brendshme, në çadrat e mbretërisë së tij. Aroma e tij përhapet dhe ata që janë brenda çadrave thonë, "Ah, çfarë erë e këndshme. Ky është një burr nga banorët e Ilijinit që po ecën në mbretërinë e tij." E dallojnë. E ndjejnë aromën e tij. Dhe mahniten, Umari radiallahu anhu tha, "O Ka'b, o Ka'b, tha, zemra tona u përfshin thellë në këtë gjë që po na tregon, pra. U përmallum, u mahnitëm." Ka'bi tha, "Betohem me atë në dorën e të cilit është shpirti im. Zjarri i xhehenemit do të lëshoj një frymëmarrje ditën e gjykimit, sa që asnjë melek i afërt dhe asnjë pejgamber i dërguar nuk do të mbetet në këmbë, por do të bien përmbys me fytyrën në tokë.
Madje edhe Ibrahimi, i dashuri i Allahut, do të thotë: Zoti im, vetja ime, nga frika asaj që shohin. Dhe pastaj Kabi vazhdoi dhe tha: po të kishe veprat e 70 pejgamberëve bashkë me veprat e tua, do të kishe frikë se nuk do të shpëtoje nga ajo lemëri. Por mëshira e Allahut Azza wa Jalla është e madhe. Të hadith e sartëson Sheikh Albani për edhe të tjerë para tij. Dhe thotë Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, ky është një hadith madhështor, me përmbajtje të thellë, të bukur, transmetuar nga shumë prej dietarëve të hershëm në librat e Sunetit, siç është Abdullah ibn Ahmed, At-Tabaraniu, Ad-Darqutniu dhe të tjerë që e transmetojnë pra këtë hadith. Dhe hadithi thotë është transmetuar nga shumë rrugë transmetimi dhe i përmend këto rrugë. Hadithi e Abu Musës, hadith tjetër që tregon që Allah subhanahu wa taala do të shihet, për cilët në Sahihun e Imam Buhariu dhe Sahihun e Imam Muslimit, nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dy xhenete janë nga argjendi, enët e tyre dhe çfarë ka brenda tyre gjithçka argjend. Argjend xheneti, jo argjend dynjaja. Gjithçka argjend. Çfarë është argjend? Pasuri madhështore, bukuri e pa imagjinueshme, ëh? Dhe dy xhenetet e tjerë janë nga ari, enët e tyre dhe çfarë ka brenda tyre? Pemët, ar, frutat e tjera, çdo gjë. Allahu akbar. Pallatet, orendite, çfarë stolite, çfarë ka? Ar, çdo gjë. Dhe nuk ka asgjë mes njerëzve, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe shikimi të Zotit të tyre të lartësuar, përveç mbulesës së krenarisë që ai ka mbi fytyrën e tij në xhenetin e Adnit. Dhe thot autori, dhe vazhdimi i hadithit është edhe te Musnedi Imam Ahmedit, e tjerë, ku Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë: i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu i mbledh të gjitha ummetet në një vend të hapur në ditën e Kiametit, dhe kur të vi momenti që ai të bëj gjykimin midis krijesave të tij, atyre u shfaqen ata që adhuronin secilit popull idhulli i tyre. Ata i ndjekin, shkojnë pas idhujve, i ndoqën në dynja, i ndjekin dhe bien bashkë me ta në zjarr, përfundojnë në zjarr të xhenemit. Pastaj vjen Allahu i lartësuar te ne, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe ne jemi në një vend të lartë. Ai thot: kush jeni ju? Dhe Allahu e di shumë mirë, por e bën në këtë mënyrë që të shfaqë butësinë, shpërblimin, mëshirën e tij. Ne jemi musliman, thon. Çfarë po prisni? Po presim Zotin ton të madhëruar. A do ta njihni nëse do ta shihni? I thot Allahu subhanahu wa taala. Ata thon: po. Por si do ta njohin kurse kanë parë më parë? Nuk ka të, po thon, sepse nuk ka të ngjashëm e as të njëjtë me të. Ai do të na shfaqet i qeshur. Allah subhanahu wa taala do të shfaqet i qeshur, sepse është i kënaqur me robërit e tij. Dhe do të thotë: përgëzohuni o musliman, sepse për çdo njërin nga ju është futur në vend të tij në zjarr një çifut apo një i krishterë. Pra, shpëtoti hyn ti tjetri, shpëtoti hyn ti tjetri. Ky është Musnedi Imam Ahmedit, vazhdimi i hadithit e Abu Musës. Por te transmetimi i Imam Ahmedit vjen edhe kjo pjesë. Dhe hadithin e sartëson Sheikh Albani, Allahu e mëshiroft. Hadithi i fundit për sot, po jo i temës. Hadithi Adi ibn Hatim, ibn Abi Hatim at-Tai, që gjendet te Sahihu Imam Buhariut, thot Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, se ishim duke qëndruar me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Adi ibn Hatim, dhe erdhi një burr dhe u ankua për varfërinë që kishte, dobët. Dhe erdhi një tjetër dhe u ankua për frikën, pasigurinë në udhëtime, pra hajdut që të vidhnin, të vrisnin e tjerë.
Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha mua, thot Adi radhiyallahu anhu, o Adi, a ke parë Hiran? Hira, qytet në Irak. A i tha, jo, nuk e kam parë, por më kam treguar për të. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse të zgjatet jeta, do të shohësh se një grua e vetme me mbulesë, me hijab, do të udhëtoj vetëm nga Hira deri në Kabe. Pra nga Iraku deri në Mekë. Pa pasur frikë askënd përveç Allahut. Pra do të arrijë një kohë që do të jetë një siguri, qetësi aq e madhe, saqë edhe gruaja vetme po të udhëtojë nga Iraku në Mekë, nuk do të jetë frikë se do t'i ndodhë diçka e keqe. Dhe vazhdon hadithi, unë thash në vete, po ku do të jenë hajdutët nga fisi taj, të cilët i kanë tmerruar njerëzit, dhe ishin kusar, dilnin, vjedhnin, vrisnin e tjerë. Pastaj më tha profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse të zgjatet jeta, do t'i shohësh thesaret e Kisras të hapura, të marra. Kisra, a i thot Adi, Kisra bin Hurmuz, po tha profeti sallallahu alaihi wasallam, Kisra bin Hurmuz, për Kisra ishte perandori i Persisë. Persia perandori e fuqishme, dhe në një perandori të fuqishme dhe pasuria është e madhe. Pra nëse të zgjatet tjera do arrish do të shohësh edhe ne do t'i marrim ne pasuritë e tij. Ndërkohë që një burr ankrua për varfërinë, pra do ndryshojë situata. Nga të varfër që jemi, do të marrim pasurinë e Kisras. Dhe nga të frikësuar që jemi, për shkak të hajdutëve që janë që dalin zemprit, do të arrijë një siguri dhe një qetësi e tillë që përmendim më parë. Dhe nëse të zgjatet jeta do të shohësh dikën që del me një grush me ar ose argjend dhe kërkon diçka dhe kërkon dikën që t'ia pranojë të sadaka, por askush nuk ja merr. Pse të gjithë pasur? Thotë s'jam nevojtar, nuk i përkas asaj kategorie. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe një ditë Allahu do ta takojë njërin nga ju. Pra secilin dhe nuk do të ketë midis tij dhe Allahut as perde, as përkthyes që të flas me të. E Allahu do t'i thotë, a nuk të kam dërguar ty një të dërguar që të kumtonte, pra të tregonte shpalljen time? A i thot, po Zot. Allahu do t'i thot, a nuk të kam dhënë pasuri dhe begati? A i do të thot, po Zot. Pastaj ky njeri do të shikojë në të djathtë dhe nuk sheh gjë tjetër vetë se zjarrin. Do të hedhë shikimin në të majt, por nuk sheh gjë tjetër vetë se zjarri. Dhe thot Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, se profeti sallallahu alaihi wasallam tha më pas, ruajini veten nga zjarri, qoftë edhe me gjysmën e një hurme, duke dhënë sadaka. Qoftë edhe pak, jepni sadaka, qoftë edhe pak, se mund bëhet shkak që të shpëtosh. E kush nuk gjen as aq, atëherë le të thot një fjalë të mirë. Dhe fjalën e mirë gjithë mund ta thonë, sepse nuk kërkon para. Tha Adi, dhe unë e kam parë gruan e mbuluar që nisej nga Hira deri në Kabe dhe nuk kishte frikë askënd përveç Allahut. Pra ndodhi ajo. E arriti atë që paralajmëroi profeti alayhis salam. Dhe kam qenë në mesin e atyre që morën pjesë në luftën kundra persëve dhe përfitimin e thesareve të Kisras. E arriti edhe atë paralajmërim të dytë që dha profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ju zgjatet jeta dhe juve do ta shihni me sy tuaj realizimin e gjithçkaje që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë hadithet nga kjo temë, disa nga hadithet në kjo temë. Autori, Allah më shërë, përmend dhe hadithe tjera, dhe pas këtyre haditheve të mrekullueshme, e lutim Allahun subhanahu wa taala të na bëjë nga banorët e xhennetit, na lehtësoj hyrjen në xhennet. Na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe nga çdo fjalë dhe vepër që na largon nga xheneti dhe na afron me zjarrin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.